Pianistja e re Doris Gjinaku ka shënuar një tjetër sukses në arenën ndërkombëtare të muzikës, duke u shpallur fituese e medaljes së artë në konkursin ndërkombëtar të pianistëve të rinj, zhvilluar në Verona të Italisë. Ajo konkuroi në kategorinë B, ku spikati me interpretimin e saj artistik dhe nivelin e lartë muzikor, duke fituar vlerësimin maksimal të jurisë. Unë ndiva shumë mirë, pak e emocionuar, sepse kishte konkurrencë të fortë atje. Nuk kisha marrë ndonjëherë pjesë dhe ndjem shumë e kënaqur që mora dhe një çmim. Kam luajtur dhuratë për mësuese nga Kozma Lara, sonata kohë e parë në re major nga Josef Haydn dhe Carillon nga Remo Vinciguerra. Përveç medaljes së artë, Doris u përzgjodh edhe për të regjistruar një CD me pjesë të kompozitorit italian Remo Vinciguerra, një vlerësim i rëndësishëm për talentin dhe për kushtimin e saj në muzikë. Fëmijët që fituan një çmim dhe që luan pjesën e Remo Vinciguerrës më bukur, gjithashtu u ftuan për CD për të luajtur një pjesë Remo Vinciguerra dhe për ta futur në një CD. Dhe unë luajta Carillon nga Remo Vinciguerra. E pëlqyen shumë si e luajta, prandaj u zgjodha dhe unë për ta bërë CD-n. Suksesi i pianistës së re është pritur me emocione dhe krenari nga familjarët dhe mësuesit e saj. Është pjesë e gjithë kulturës që transmeton qyteti Korçës, veçanërisht për shkollën të ftetashme sigurisht. Dhe është një nga arritjet që shkolla do ketë si vjet. Jam i sigurt ne sapo kemi përfunduar dje saxhot e pianove të nxënësve që do të marrin pjesë në konkurs dhe u vëre shumë qartë që ato kanë nivel shumë të lartë. Është e sigurt që do kemi edhe çmime dhe medalje të tjera që në qytetin e Korçës. Një rol të veçantë në këtë arritje ka pasur dhe mësuesja Entela Kotelli Milo, e cila është vlerësuar për punën dhe për kushtimin në formimin artistik të nxënësve të saj.